Dhe na ka ardhe lumja verë e bashkë me të dhe dëshira për të marrë pjesë për të bo sa më shumë sporte në qiell të hapur, sporte që ofrojnë adrenalin. Edhe pikërisht për këtë arsye sot jemi nis drejt Pejes ku do të mbahet Peja Outdoor Festival. Sa po arritëm në Pej, edhe me mua është Eli, koordinatore e Peja Outdoor Festival 2-shit. Eli ka më nga kallëzu ma gjërësisht se çfarë pritet me ndodhë këto 3 ditë në Pej. Më thonë janë 3 ditë me aktivitete, janë diku 40 aktivitete që janë për të rritur, për fëmijë, ka me marrë pjesë, kemi diku rreth 500 pjesëmarrës. 500 pjesëmarrës, të cilët ka me marrë pjesë jo vetëm në një aktivitet, por në disa aktivitete për gjatë këtyre 3 ditëve. Na me mujtë, dhe më thonë këshim desht me shumë zu vetën në shumë pjesë për me marrë, për me pas pjesëmarrje në gjitha aktivitetet, sepse shpesher i bjenë që me qenë e pa mundshme se ka aktivitete aq dinamike që ndodhin në të njëjtën kohë. Gjithsesi, na përshkojmë sparin Zipline, që ndroni me ne dhe shqip një aventurën e parë. Eli, faleminderit edhe suksese këto 3 ditë. Jemi rrugës për Zipline, adrenalina vetëm ka fillu, akoma pa mri aty. Nga tjeta për nga marrë. Gjatësia e ziplinit është 650 metra, atësia është 85 metra, kohës gjatja është 1 minutë dhe 1 minutë e 20 sekonda. E sa shpejtë që ka më shkuën me gjatë 7 kg? Mund të shkon prej 70 dhe 75 km/h. U veshëm pajisjet e morëm gjitha gati për më shumë. Mi mos vetën e... Hajde okej të nisim me tani. Lora unis nga rada Deas. Ashtë e rada ime, e në alim pamjet për këse kamerës, shkoj me GoPro. Ready! Eksperienca zipline që fantastike. E tani koha për kalorin. Shëndetje, unë quhem Gjatori, kjo është drona. Pas do me spjegoj që shmerit në kali edhe që është komandohet një kali. Që kjo komandohet si kalit, që kjo si dhe që është të që dhe hekët që është të që. Që kena me bo pauza, dhe të më hek, edhe këtë me hekë kali dhe të më qitë. Nuk vrapojnë pa lidhje, nuk të sulmojnë, nuk të ahin. Kështu që kush e dënë mendën me hypë kalirim, jo kësha propozu, mos më friku. Atëherë mësimi numër 1, mos me utut prej kalit. Hajta vëllëmor.
super eksperiencë Kalerimi. Thashti atë trajnim bazik po thuaj se e ktheva. Më duket që ako marrë dorën. Nëse arroni me marrë ruta dhe për Kuajt. A sot mësova që Kuajt nuk kanë këto. Me që të marrë. Zëma, eksperiencën të një shqedin dhe. 100. Koha për shpërbime. Kjo është shpërbimi për Ronën. Rona. Hop. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, Ana. Loja madhe, dhe më thonë është gjëtësi 21 metra, për ndryshi 6-4. Është adrenalin. Adrenalin, nuk i ka gjenë ma shumë adrenalin, përveç si nësë gjyshu për Europiani, se e shumë edhe sa ju, të të gjithë një të isini, për një ta qitë, në 2 veta për një herë, gati e në ndogët. U kry. Gati, adrenalina vetëm ka fillu, po ajo realja sipër. Hey guys. Hey. Na do më thonë, e lëvën dytën. Era parë këtë thonë me zipë, era aty të feda ma mirë. Ju dhe sa manel, qaj? Yes. Me mdojnë mu që të ditën që kësha me ati ku vlerë adrenalina ma e surve. Po sinqerisht super eksperiencë. E që më gjallë adrenalina nga fundi i barku deri në majtë kokës. Love it. Tash jemi të parku i aventurave. Nuk ja kam iden hiç, po hiç se çka na pret, ama jam shumë kurioz. E shohim së bashku. Ylli, qa bëhet këtu? Këtu bëhet, qas bëhet, i kena dhe më thonë prapës që 76 lojna sfiduse me 4 nivele. Niveli i parë është për fillistar, i dyti i treti janë nisi më pak më të vështirë. Kjo, apëshin se vrimin s'tu. Kjo është ndryshe e njoftëm si karabinë. Ta që kalon shumë letë. Momenti që ka më përdor forca, sa dush ngret, në s'ki me kalu, pse se ka më fërku kjo, mes plakës edhe s'ka me kalu. Dhe më thonë veç sigurosh që i ki drejt dhe ki kalon pa pik problemi. Regulli dytë, ziplanin. Ziplanin e keni të beli qëtu. Dhe në nëzirë ziplanin e keni të kapo magnet. Për magnetit e ngrejhim me forcë, e prekim që të pullen, e mbajmë qëtryzme, e qesim në sajl, e marim qilsin, e qesim përmbi, i kapim dy konopa dhe lëshohem. Kjo është niveli i tretë. Jemi goxha lartësi.
Vlora me Dejan kanë zgjedh nivelin e parë të parkut të aventurave, ndërkohë që unë gjitha direkt te i treti. Provim cilë është sfida. Sfidën e parë e kryva me sukses, që ishte kjo. Tash na pret sfida e dytë, që është kjo tjetra. Unë do dorëzova për nivelit të tretë. Do ashtë më sfidu Vlora, është sipër. Ta shohim që shpishkon. Unë u ktheva te niveli i dytë. Do më thonë në sfidën e parë niveli i dytë e kryva pa vështirësi, shohim tjera. U krya dhe sfida e dytë, një sendi më thonë. Shumë sfidë, po shumë qe. Shumë qe. Edhe këtë sfidë sa po agalum kjo që e letë, dhe dash për na pret tjetra. Doa të mullëshu me këtë litar deri atje, ndërkohë që fushia muskujve na ka lëshu. Më rëni fat. U krya dhe kjo. Kjo është shpërblimi i gjithë sfidës. Definitivisht eksperienca e parkut aventurave shumë sfiduese. Domethënë tregon rezultati çullë ndjes. Po përfundimisht një sport që ja vlen 100%, një sport që të futi çdo muskull në lëvizje, edhe çdo sfidë që merr përsipër nuk plan me u dorëzu. Ama gjithsesi ja vleti shumë si eksperiencë. Tash është koha me zbritit deri në pej, me gjet një vend të bukur ku mundemi me pushua dhe më bë gati për koncertin e sonshëm që do mbahet në darkë në sheshin e Pejës. Edhe misioni të kamës u kry me sukses. Love you Peja. Mua. Hello guys, unë jam Deja, e më rrët vesh tash, e më që varponja. Edhe kësa nuk janë mirë, kanë hinë në të ftoft akull në kom sfida me majtë, edhe kanë hinë në do. Edhe unë janë ashta të nejtë me këta kom mësu, a më yes. Finishë 12 experience. Vuoi Mandela kerele, vuoi andare a Mandela, sfiracci kerele. Caspe a sarrava, me manca passava, samu e c'hai vite, vuoi Mandela, pazzi, para che c'hai e pazzi, dai come re, a congelare. Pazzi, para che c'hai e vai. Se edhe një dit, edhe një anë në nis një rahat, edhe një jet, edhe një fat, më në diferencë me pak imaginat, edhe një dit, edhe një nat. Mërë dhe si qej energjit, grije kokën tëndela, grije kokën tëndela.